Dilaver, çat ka ndodhur se të shohim me ca plagë? Nuk është në herë e parë, po vemi punojmë, jemi në përmale, ato drurë dekorativ që punojnë, ato gjëra që bëjnë, ato kërkojnë të shkosh në përmale. Bijem në gurë, në gërgje, gërvishur jam, po kam rënë në një faqe që nuk rash gati sa s'më doli syri, që të me kishte bërë në një atat madhe. Kam rënë në ato gërgje, nuk është herë e parë, është parasimi takuar bashkë, para një 10 ditë është kisha rënë. Janë sa ditë të ngushme tani, duhet i mbledhim myshje dhe drurët përpara se dalë bari dhe gjethi, se pastaj nuk duken me drurët dekorativ. Ngutemi të flasim këtu, ngutemi të lexojmë, ngutemi të punojmë, flem 3 orë në natë do bjerë njeriu, se njeriu nuk është për hekuri, çfarë bëjnë tani? Po të kishte qenë gjë tjetër do kishim shkuar në polici, do ishte marrë vesh. Po jo, nuk na ka ngasmuar njeriu, thjesht jemi lodhur edhe kemi rënë. Dilaver, si ke parë publikimin e listave të kandidatëve të partive politike? Nuk e kam parë, e kishim parë, e dinim përpara se ç'do ndodhte. Jo vetëm kaq. Jo, e dim tani, po prej 17 vjetësh, që në vitin 2008 me 21 prill, kur është bërë marrëveshja Rama-Berisha, ne e dim se ç'do ndodh. Nuk është unë njohur, kjo është një kronik e një mbarimi e një fundi të paralajmëruar. Ne e dim gjithçka. Po pse shkemi në të zgjedhjet? Duhet shkosh përpara te kutia e votimit. Shko te kutia e votimit. Në të dy anët këtë do kesh për ta numëruar votën, një të PS-s, një të PD-s. Si numërojnë ata votat në Partinë Demokratike dhe në Partinë Socialiste, si tu teket. E kemi parë, të Partia Socialiste nuk e kemi parë, po të PD e kemi parë, si i vodhën i Psenelezit, ja vodhën votat tëk në tavolinë. Edhe ja dha, ja 300 vota saj. E të Paloka me Vokshin, me Flamonokën e me të tjerë. I madhi është e që organizon është Saliu, dihet e punë. Edhe Rama, i përjashtoi gjithë. Ata që kishin, që kanë fuqi ekonomike për të blerë votë, ata i mbajti. Deputetët e fuqishëm, ato që janë shumë të korruptuar, i mbajti brenda. Ata tani që s'kan fuqi ekonomike për ta blerë votën, për shembull, të japun 2 shembuj të gjallë, është Petro Koçi dhe Erion Braçi. Këta të dy nuk janë të përmendur për korrupsion, asnjëri. Menjëherë këta u tërhoqën, u largua, s'kan mundësi ta blejnë. Ata të tjerë që kanë mundësi ta blejnë, që kanë ditur të vjedhin të kenë anturazhin e tyre rrotull, që kanë favorizuar, që kanë privilegjuar, ata kanë lek dhe do blejnë, si thyenin pragun përpara. Tani do blejnë vota për të qenë deputet. Parulla është e Ramës, do një pushtet, paguar një lek, gjysmën atyre që keni marrë. Ata që s'kan lek, të ikin, Erion Braçi iku, fluturoj, Petro Koçi iku, fluturoj, dhe në një tjetër dhe s'ka tjetër. Sa për Partinë Demokratike, tani, pse të flasësh për te? Aty janë gjithë rrethi familjar dhe besnik i Sali Berishës, si që ka marrë dhe Rama. Këta familjarë dhe rrethin e tyre kanë marrë në politikë. Këta s'kanë marrë, nuk ka meritokraci këtu, nuk ka vlera, nuk ka njerëz të prurje të reja. I marrë atje nga hunda, ca servil sa lëpirës dhe i fusin brenda kaq. I nënshtruar, thoshte Romeo Kara, para pak orësh në gazetë lexova, që duhet takoj pak me vonë, unë sotrin. E kanë varur qyrkun te kryetari i partisë, nuk kanë dinjitet, nuk kanë integritet, nuk kanë asgjë, këta s'kanë asgjë. Kjo është e para e punës. Në Partinë Demokratike në anën tjetër thamë, ka marrë grushtin atë grupin e vet, ata që i don ai, i hodhi të gjithë jashtë. Edhe dashtula, mirë po e përshtypjen me ben sepse tani këta janë këtu që i shikojmë. Flasin tani që i ka lënë pa karrige. Qoftë dashtula, flet tani, qoftë të tjeri, flasin tani. Jori dhe tabaku fillon dhe lepihet dhe përlihet këtu ben se ajo nuk ka kocka që të qëndrojë. Me një ranë morën një mësim të mirë. Pse të mos e marrë, kur nuk ke dignitet, kur nuk ke integritet, kur e ke ndihmuar të keqen, do e psosh të keqen. E keqja është kur e favorizon të kthehet. Edhe ju kthej edhe këtyre ju ranë në kokë. Dhe shqyr që ju ranë në kokë, siç na bie lodhja neve, uroj ju bien. Po, ajo që më dhe mua më shumë nga të gjithë të tjerat, është vjedhje e madhe. Është edhe naiviteti jo si popull. Që e kemi patur, e kemi vujtur, kemi për ta vujtur në jetë të jetëve. Ne shikojmë që nga këta nuk presin gjë, kanë 35 vjetë, zgjatet tranzicioni pa fund. Dhe prapë ne nuk reagojmë, me ujë, me orar, me të gjitha. Ajo që më bën mua të dhembë, është hileja, është dinakëria e elitës tonë, që nuk është elitë, po është kaste, përmendim gjithatë më i shërbej njëri tjetrin dhe rinë të heshtur, si rrethe mafioze, të çuditshëm. Ashtu si butak, pa i kuptuar fare, nuk reagojnë thuajse sepse në popull është përhapur e fjala, nuk kemi elitë. Dhe kitë që madhe është kur s'ke elitë, se po të kishte elitë, diçka do ndrohesh, diçka. I shikon atje kur flasin, nuk flasin si unë ti apo si njerëzit e tjerë. Jo, i japin peshë zërit, i mëshëjnë zërit, sepse nuk ju ka peshë fjala. I shikoj ata në fugën, duke folur. E ke parë sa i peshë i jep fjalës, i jep zërit, i mëshon zërit fort.
se nuk i ka peshk fjalla, se e kemi para që duke ngrënë peshk me Ilir Metën. Ose atë përparim kabon, e keni parë sa i më shonë zërit, o burra, se nuk ju ka peshk fjalla. Kjo të në fjallë të mlaja të thënë nga gjinit e njërzimi, se jam nga unë, po unë i kam lezuar dhe po i them. Dhe ku shikoj akademik të tillë, ku shikon artistë si DJ Preja, si Altin Basha, që i dalin Arion Veliet në krah, ku shikon artistë dhe shkrimtarë dhe regjizorë që i shkonin o burra brenda për të ndihmuar Sali Berishën që mos ta kap spak, po që mund të flasësh për elit, atëherë që mund të flasësh për ndryshim, se nga ajo elit vjen ndryshimi. Nga populli shkret që është për të mjetuar si unë që shkeme thym kokën atje në majtë e malit, nuk vjen ndryshimi. Ose vjen në fund me në mënyrë krejt të dhimbshme, sigurisht, dalin ato rezervat e vjetra, e kemi provuar atë ndryshimin nga poshtëne. Është 25 vjetë, është Bernami, prishur dhe kisha e xhamia, pronë private, të gjitha, edhe kur vje puna u shpërn tani mbas i dolën, u hoj ikën edhe, dhurate të dyve, edhe atyre ish komunistëve përpara, dhe të antikomunistëve ish komunistë, se këta e më të rëzim se komunistët, e ka thënë të qesë për e them unë, po e për përsëris, shikoj rezultatin, kemi qenë 4, jemi 2 milion. Që të presësh ma? Ne jemi duke deshur të fillojmë një tranzicion të ri, të shkem nga 2 milion të zerohemi. Në qoftë se i lejmë këta edhe 20-30 vjetë, sa thonë Berisha, Rama dhe Meta, që do jemi pratë në politikë po aq vjetë, 112 vjetë ta ka vdekur gjyshim, tha ky Berisha. Po shkoj 112, kia mërë vendi. Edhe Rama është i ri, edhe Meta është i ri, po shkuan dhe 30 vjetë të tjera këta, ki vendi ishte 4 e quan 2, do që është 2 dhe që në 0, dhe në 0 ka shkuar. Mirë po, thamë ne, populli shkreta është në nivel mbijetesës. Ilaver, a besoni që dora e hekur të Spakut mund të bëjë që të ketë të largoj figurat e vjetra politike dhe t'ju hap shpresë për një rotacion përmes drejtësisë? E kanë fatin më në këta i ndihmon djalli. Sa po shkonte në gradën që të Spaku të kishte fuqinë absolute mbi ta, u bën ndryshime që u bën në Amerikë, u bën dhe Amerika si punë e Shqipërisë dhe tani Spaku është në fuqi, po nuk e ka atë valencë që kishte. Këta bashkë që shikon ti që i kanë të privilegjuarit të tyre, entourazhin e tyre, që kanë njerëzit e tyre brenda. Prandaj mbajnë, i kanë listat e mbyllura janë për të përballur me Spak. Në qoftë se nuk arrijmë thonë ta eliminojmë, ta zgjesim Spakun, të paktën të kemi aq forcë elektorale sa që ta paralizojmë Spakun. Kjo prandaj kanë zgjedhur ta afërmit të ty për të mbrojtur nga Spaku. E rëndësishme është ama që shikojmë me një Altin Duman që ka popularitet më të lartë se Berisha, më të lartë se Meta, më të lartë edhe se Rama, dhe se të tre së bashku. T'ju tregoj edhe diçka në një emision të mëngjesit që kam parë një kuriozitet para ca ditësh tek Report TV, TV. Është një djalë Xhaxhiu, me duke se ka emrin ai. Po intervistonte, i kishin dalë në telefon dhe tha një plak pensionist. Te mos ma hiqni. Ai plaku pensionist foli, tha në qoftë atë 4% që më kanë shtuar mua pensionin, tha, në qoftë se dini që i shkon me të vërtet Spakut, nuk e dua, vetëm të shkoj Spakut ai 4% i shtesës pensionit tim, tha ai, të shkoj Spakut dhe kaq. Nuk e dua, ma kaq është i përkushtuar ndaj atij institucioni populli, sa që nuk ka besim të asnjëri, se s'mund të kesh besim, more. Si mund të kesh besim të PS-ja, të PD-ja, të LSI-ja, që i vjen lëndë emri tani e kanë dhënë PL-ja. Si kështu i kanë bërë sallat ata, i rinovojnë për të mos të shfaqur si të vjetër. Që ata janë të vjetër me të vjetër. Kanë vënë edhe këtu një viktim këtu, e keni parë një është bërë si Rasputini, ki me mjekër këtu. Ki nuk ka idejen për vete, jo të bëj edhe ky milioneri këtu, Ilirin Cilibashi. E dini ju se ka shky, këri tani. E kanë bërë dhe këta, kanë marrë komisionin zgjedhori, kanë marrë gjitha. Kanë marrë ujnë për vete, o kanë dhenë oligarkeve, kanë marrë shtetin, tokën, ujnë, detin, gjitha. Dhe ki popull të ashti, populli i shkret, ajo që më dhem mua, po përsëris dhe një herë, me dhembelita se ki popull kaq mundësi i ka.